Sa ma afër Allahut, je më i përmbushur si njeri. Sa ma afër Allahut, je më i qetë, më rahat. Sa ma afër Allahut, je më afër mëshirës, faljes dhe të mirës. Sa ma larg Allahut, je më larg vetvetes, je më larg realitetit. Wallahi, kthimi tek Allahu është realitet. Largimi nga Allahu çon fantazma, në imagjinata, në fantazi mashtruese, manipuluese që janë të kushtueshme nga njerëz të pariparueshme, nga njerëz të pariparueshme. Gabimet e mëdha. Kështu që afërsia me Allahun është garanca më e madhe. E Allahu xhalla xhelaluhu kthimin e një njeriu nuk e trajton si kthimin e një të moshuari. Prandaj ka thënë pejgamberi alayhis salam, Allahu i çuditet, ama jo si çudia jon, po në kuptim dashnisë, kuptim madhlimit, kuptim të respektit. Çka vit Allahu i çuditet? Thot një djaloshi i cili nuk ka anim. Djali i ri ka thirrje të shumta, joshe të shumta, ama i mbetet i përkushtuar, nuk anon as djat as maj, nuk anon ka epshet, ka dilemat, nuk anon ka thirrjet që e thirrin mëkatim. Shiko, Zoti xhalla xhelal shikon ndryshe. Se në këtë moshë gjitha i ka po mënej të aktivizuara për të kthy kokën djathtë dhe majt, ai i kthyem ka Zoti vet. I lëmë ajo që shtoptet. Ju keni mundësinë me qenë me të vërtet në pozitë tjetër tek Allahu i manduar. Kështu që çdo veprim ka pasojë. Nuk ka pa pasojë. Edhe i vogël që është, ka pasojë. Ato pasojë mund t'i ndijm, mund mos t'i ndijm, ama ato kanë menduar. Domosdoshmërisht ato. Kështu që kuptoja çdo veprim ka pasojë, dhe çdo veprim sjell përgjegjësi, sillu përgjithshëm në çdo detaj tjetër tonë, jo pa përgjithshëm.